Nga kjo mund të thuhet se Dodik ishte tani më sot dhe zyrtarisht të takua me presidentin Putin, aty e konfirmoi pasi që presidenti i Rusisë në vazhdimsi ka qenë përkrahas apo mund të themi politika ruse ka qenë në vazhdimsi përkrahas e politikës serbe dhe njëkohësisht serbët të Bosnjës të cilat në vazhdimsi e tentojnë të bllokojnë procesin e Dayton apo marrëveshjen e Daytonit, siç po ndodhi edhe me tentativat për një mos njohje apo mos nështrim të vendimeve të gjykatës së lartë apo të përfaqësuesit të lartë në Bosnjë-Hercegovinë. Shikoni ndonjë lidhje mes disa situatave në Ballkan, protesta në Serbi, incidente në veri të Kosovës, Republika Srpska deri në Turqi këtë javë? Ballkani ka qenë dhe do të jetë në vazhdimsi. Unë nuk shoh një qetësim të situatës të paktën së shpejti, pasi që kemi tendencat nga më të ndryshmet. Domethënë në Ballkanin Perëndimor ka interesa nga të disa shteteve, siç janë SBA, Rusi, Turqi dhe normalisht ka influenca të ndryshme, ndërsa fuqia apo vija ndarëse, siç e potencojnë vazhdimsi në mes të botës perëndimore dhe Rusisë, është pika kufitare Kosovë-Serbi, ajo e cila i ndan dy taboret e politike botërore, kështu që në të ardhmen të afërt nuk shoh ndonjë qetësim të situatës që në rreth situatës politike. Ajo që po ndodh në Serbi është një element tjetër, me gjithë tendencat e politikës aktuale se protestat në Serbi kanë influencë nga jashtë. Unë mendoj se është përtej asaj, Serbia apo studentët në Serbi dojnë të përmirësojnë sistemin e brendshëm të Serbisë, nuk dojnë të as të demokratizojnë, as nuk dojnë një gjë në disa gjëra siç po pretendohet këta se do të bëjnë rrëzimin ose puçin ndaj presidentit, po përkundrazi dojnë të ndryshojnë disa 2-3 ligje që kanë të bëjnë me çështjen e zgjedhjeve, me çështjen e përzgjedhjeve nëpër universitete dhe shkolla dhe sistemet shëndetësore, gjëra të tilla. Ndërsa në Kosovë është një element tjetër. Në Kosovë do të kemi një tentim me datë 15 për formimin e institucioneve të reja. Unë mendoj se do të kemi një vakum, një problem ose një shtyrje të një procesi dhe një ballafaqim duke e parë të vërtetën se do të kemi një përballje të drejtë për drejtë me politikën ndërkombëtare. Qartë. Administrata e Trump, administrata amerikane e Trump, ja ka bërë qartë Ukrainës se do të kemi një paqe, por harrojeni pjesët tashmë të marra nga Rusia, duke përfshirë edhe të parën fare Krimen. Në rast se Shtetet e Bashkuara dhe me të gjitha jasat do ta njohin Krimen si pjesë Rusisë apo dhe pjesët e tjera, a do të ndikojë kjo në ndryshimin e kufive të Kosovës apo dhe të Bosnjës? Unë jam një optimist edhe kam vlerësuar në vazhdimisht se politika e presidentit Trump apo e tij do të sjellë ndryshime kufish në shtetet botërore, jo vetëm në Ballkan, dhe posaçërisht në Ballkan, dhe unë mendoj se një gjë e tillë do të ndodhë brenda një mandatit 4 vjeçar dhe gjëja më e vogël apo mundësia më e vogël që do të jepet presidentit Trump do ta kemi një marrëveshje në mes të Serbisë dhe Kosovës, një marrëveshje Washington 2, siç e potencon ai, vetëm dhe për një afat kohor më të gjatë. Dështimi i marrëveshjes ishte gjykata speciale që ngriti akt akuzë, por tani ai i ka mos harrojnë presidenti Trump është një akmarrës i paparë dhe kështu që ai do të sjell prap në tavolinën e bisedimeve dy liderët e Kosovës dhe Serbisë dhe besoj fuqishëm që brenda një mandatit të tij do të duhet të përfundonte një marrëveshje gjithëpërfshirëse. Ai është marrëveshje me ndryshim kufish.
Me gjasë do të ketë tentativa, por faza finale varsisht do të kërkohet nga palët. Siç e njohim presidentin Trump, nuk lën shumë hapësirë për diskutim, ai don veprim konkret, dhe kështu që siç e kemi parë, të gjithë çfarë i bëri një presidentit Ukrainës, të cilën e suporton në vazhdimsi, por megjithatë shtëpia Barr vendos për gjërat e mëdha. Ju thatë me gjitha gjasat do të ndodhë, do të vi me ndryshim kufish, por pyetja ime është në kohën kur rendi i ri botror po